Pak orë para nisjes së Big Brother VIP Albania 5, një zhvillim i papritur ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe mediave. Burime pranë Top Channel kanë bërë me dije se opinioniste e këtij edicioni do të jetë Monika Kryemadhi. Sipas këtyre informacioneve, kjo do të jetë hera e parë që Monika Kryemadhi shfaqet kaq pranë botës së spektaklit, duke marrë një rol tërësisht të ri për publikun shqiptar, ato të opinionistës së formatit më të ndjekur televiziv në vend. Një zgjedhje që pritet të sjellë reagime, debate dhe kurështje të mëdha, duke qenë se Kryemadhi është e njohur ndër vite për qëndrimet e saj të drejtpërdrejta dhe shpesh polemike në jetën publike. Sa i përket opinionistit tjetër, pritet që Arbër Hajdari të vijojë për vitin e 5 radhazi në rolin e opinionistit, duke qenë se Top Channel zakonisht ruan vazhdimsinë e panelit dhe Arbri është kthyer tashmë në një figurë të pandashme të formatit. Ndërkohë, ajo që tashmë është konfirmuar është se moderimi Big Brother VIP Albania 5 i është besuar sërish Ledion Liços, duke vijuar bashkëpunimin e tij me formatin dhe këtë sezon. Gjithashtu, Top Channel ka zbuluar zyrtarisht dhe një nga banorët e parë të këtij edicioni. Bëhet fjalë për Angelo Harunin, gazetar dhe moderator i emisionit ekonomik Top Talk, i cili pritet të sjellë një profil ndryshe brenda shtëpisë së Big Brother. Nga ana tjetër është konfirmuar dhe formati shoqërues Fan Club, i cili nis transmetimin një ditë pas startimit të Big Brother VIP. Moderimi i tij do të jetë në duart e Klara Titos, ndërsa dy opinionistët e konfirmuar për këtë format janë Francesca Murati dhe Arian Konomi. Në nisje të Big Brother VIP Albania 5, sonte në mbrëmje, gjithçka duket se është gati për një sezon të mbushur me surpriza, debate dhe imra që pritet të trazojë jo vetëm shtëpinë, por edhe studion. Për t'u informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni.